Pyetja radhës vjen kështu. Thuhet për Muhamedin a.s. zotri i njerëzimit. Si mund ta dëshmojmë sot si mund të dëshmohet kjo në botën moderne? Kjo në botën moderne ka dimensione tjera, apo kuptohet në këtë mënyrë. Kur them zotëria e gjithë pejgamberëve, është vule e gjithë pejgamberëve. Ka paku i gjithë pejgamberëve. Do të thotë, kjo është pejgamber i fundit dhe nuk ka pejgamber pas tij. Nuk ka më ardhi dikush nga ana Allahu xhaleshanuhu i zgjedhur për predikim të ri hetar. Kur them zotëria i pejgamberëve, është më i miri dhe më i dashuri i Allahu xhaleshanu me tekste kuranore dhe me hadithe profetike. Bili, unë kam një studim, dhe nëse na mundsohet rasti, është një libër dhe një profesor doktor Hoxh, dietari madh, me pas rastin me punu së bashku në Universitetin e Medinës, e ka një libër 100 virtyte, pse pejgamberi alayhis salam është më i miri pejgamberëve, zotëria e pejgamberëve. 100 shkaqe. Prandaj sonte nuk është koha me tregu këto 100 shkaqe, por në këtë aspekt, e të kohën moderne, më thënë për besimtar të islam, kështu kuptohet. Ndërsa për jo besimtar, apo për intelektual tjerë, ndoshta ata, dhe të thëtë, kanë ndoshta probleme psiqike me kuptu këtë aspekt, sepse terminologjit fetare, apo kultura, niveli kulturës fetare, nuk është ata sa duhet, dhe mu për këtë arsye sot kush është ai, me thonë zotëriu. Jo, ajo është zotëriu ynë, është njeriu më i mirë, më i moralshmi, më i devotshmi, më i dashuri, më i përsosuri, më i sinqerti, më i bukuri, sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, në këtë aspekt, ajo është domethënë Sayyidul Mursalin, zotëriu i të dërguarve, wa Sayyidul Awwalin wal Akhirin, zotëriu të ardhë dhe të mbrëmve. Po. Wa khayra rusulillahi ajma'in, edhe më i miri këtë pejgamberëve, me deklarata dhe dëshmi të Allahu xhaleshanu. Prandaj, kur e them zotëriu ynë, a jetë njeri, jetë do thot profet, nuk shndrohet në Zot, na'udhu billah, jetë në atë verën njerëzore, me thënë atë rangun njerëzor, po i zgjedhur i Allahu xhaleshanu, i dashur i Allah. Ai është zgjedh. Po Allahu yajtabi min an-nasi rusula, min al-malaikati wa min an-nasi rusula. Allahu zgjedh nga njerëzit dhe nga melaqet pejgamber. Pejgamber zgjedh. Më thënë, me shpallje. Besoj që isha i qartë, shumë pika shkurtra këtë çështje.